Historitë që ndahen nuk janë thjesht rrëfime abstrakte nga librat e historisë. Ato janë përvoja të jetuara, të përshkuara me dhimbje dhe shpresë, të atyre që përballuan sfida të paimagjinueshme në regjimin komunist në Shqipëri. Dhe si një përpjekje për të mbajtur gjallë dëshmitë e tyre dhe për të mos i lënë në harres, erdhi edhe ekspozita Rrugëtime të papritura të jetës, e çelur në vendin e dëshmisë dhe kujtesës, Shkodër. Ajo përbëhet nga 40 portrete njerëzish nga e gjithë Shqipëria, të cilët janë fotografuar nga fotografi koreano-gjerman Dong Ha Cho. Dhe teksa unë personalisht shikoja profilet atyre njerëzve, shihja dhe kuptoja në ato foto që aty kishte një emocion, kishte një ndjenjë, kishte një gjendje shpirtërore. Në Shqipëri ne njohim në këto 30 vite vetëm fytyrat e persekutorëve, por jo fytyrat e viktimave, jo fytyrat e të persekutuarve, jo fytyrat e ishte-burgosërve politik, e atyre që u rritën dhe jetuan për gati gjysmë shekulli në vendet e internimit. Ata që ishin protagonistë të këtij rrëfimi fotografik, pas vuajtjeve që kaluan ato vitet e errta, sot kanë këtë mesazh për shoqërinë. Por uroj që brezi i ri ta kapi këtë temë, që e keqja mos përsëritet, por që të mos harrohet se e keqja përsëritet në forma tjera. Ekspozita është një mesazh për të ardhmen, një thirrje për drejtësi dhe një kujtesë se historia nuk është një kapitull i mbyllur, por një përgjegjësi për çdo brez. Kjo ekspozitë do të prezantohet së shpejti edhe për publikun gjerman, duke i dhënë mundësinë të njohë më nga afër natyrën e egër të diktaturës komuniste shqiptare.